Sot në Zvërnec nuk ishin kamerat e asnjë televizioni. Qindra protestues, qytetarë të rrëmbyer dhe të rrahur nga paramilitar fashist të veshur me zeza, të quajtur ndryshe polici private. Një konflikt i madh ku sa e sa banor me qindra banorëve po ju vidhe toka nga oligark vendaset huaj e prap se prap televizionet e Tiranës heshtin. Në vend të protestës së banorëve dhe të qytetarëve në Zvërnec, këto televizione kishin zgjedhur të transmetonin pa pushim fjalimin e një hajduti me qizme, një keqbërësi të mirënjohur si Edi Rama dhe kongresin e një coftine politike si Sali Berisha. Më bëri përshtypje që mbasdite, një nga televizionet më të mëdha në vend, Top Channel, kishte bërë një kronik sa për syefaqe për këtë ngjarje. E niste 3-4 sekondat e para me protestën pa u dhënë fare zë qytetarëve dhe pastaj për 90% tjetër të kohës lexonte gërm për gërm qëndrimin propagandistik të kompanisë, që askush nuk e di se cilët janë pronarët dhe që po ndërton në Zvërnec. Disa për jush mund të ma kenë marrë pak për keq faktin që ankohem dhe denoncoj nga herë televizionet e oligarkëve, po ju siguroj që nuk më bëhet vonë fare, pse nuk më japin mua apo aktivistëve të tjerë të lëvizjes bashkë kohën e dur televizive, madje sikur të na bojkotojnë totalisht në të ardhmen, dora në zemër nuk do më bëhet fare vonë. Po unë mendoj se një shoqëri e shëndetshme ka nevojë për media që përcjellin të vërtetën, që shkojnë të vërtetës deri në fund, që nuk blihen, nuk shitet, nuk bëjnë propagandë, nuk u shërbejnë oligarkëve dhe politikanëve të korruptuar në mënyrën më të paskrupull të mundshme. Unë mendoj, siç thuhej 2000 kusur vjet më parë, se e vërteta do na bëjë të lirë të gjithëve.